Tensionet me zgjedhësit e Eglit në Big Brother VIP Albania vijojnë të përshkallëzohen. Pas ballafaqimit në spektaklin e së martës, dyshja pati një tjetër përplasje brenda shtëpisë, me gjestin që shpreu pa kënaqësinë e tij ndaj produksionit. Teksa Egli shndron në kuzhinë, ai u drejtua ashpër duke thënë: "Me mua bollje tallur, nuk të lejoj." Gjesti akuzoi produksionin për publikimin e videove pa dijenin e tij, si produksioni njësoj. E dyta herë që po e publikon videot që nuk i di unë, si atje hile si këtu hile. E shikojmë. Mateja i shtoi, dilni vetë kish me siguri jashtë, dhe vini të më gjuani mua, ti i ke pasur fajet, ti e fajtor për çdo lot. Në një tjetër video të shpërndaj në rrjetet sociale, ai vijon me ton të ashpër. Shko meri shok të tu, edhe produksionin, se edhe këta të njëjt janë dhe e jam më njollosni. Këto deklaratët e gjestit mund të rrezikojnë edhe lojën e tij brenda shtëpisë, por se çfarë vendimi do të marrë vëllai, kjo mbetet për të mësuar më vonë.